NATO miratoi këtë të shtunë planin e ri të shpenzimeve për mbrojtjen. Udhëheqësit e NATO-s u zotuan të investojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto në çdo vit në shpenzimet e mbrojtjes dhe sigurisë deri në vitin 2035 për të siguruar që detyrimet individuale dhe kolektive të përmbushen sipas deklaratës së samitit të Hagës. Deklarata thotë se anëtarët do të paraqesin plane vjetore që vërtetojnë një rrugë të besueshme dhe graduale për të arritur këtë qëllim, me një shqyrtim më gjithëpërfshirës të progresit të bërë në vitin 2029. Deklarata me 5 pika përfshin angazhimin e palëkundur të 32 vendeve për mbrojtje kolektive, siç përcaktohet në nenin 5 të Traktatit të Washingtonit, se një sulm ndaj njërit është një sulm ndaj të gjithëve. Dokumenti përfshin një rresht që premton mbështetje të mëtejshme për Ukrainën dhe vënëdukje se siguria e saj kontribuon në tonën, por nuk e dënon drejt për drejt Rusin. Megjithatë, ai përfshin një rresht të veçantë mbi kërcënimin afatgjat që paraqet Rusia për sigurinë euroatlantike. Më herët Donald Trump u shpreh se kishte vendosur në pikpyetje për kushimin e vendit të tij për të mbrojtur aleatët e NATO-s nëse dikush prej tyre sulmohet. Presidenti Amerikan më herët interpretoi hapësirat e nenit 5, i cili angazhon të gjithë anëtarët dhe shtetet që përfshihen në luftë nëse dikush prej aleatëve përfshihet në luftë me një shtet tjetër jashtë NATO-s. Trump kërkoi të ushtrojë presion edhe ndaj Kanadas për të shpenzuar 5% të produktit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Në samitin ku po marrin pjesë 32 lider të vendeve të aleancës, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte shprehu më herët bindjen se do të votojë unanimisht për rritjen e buxhetit të mbrojtjes në 5%, kërkesë e parashtruar nga presidenti amerikan. Ndërkohë gjatë samitit, Trump komentoi anëpushimin Iran-Izrael, duke thënë se po shkon mirë, teksa e cilësoi një fitore të madhe sulmin që kreu në Iran, duke thënë se ky i fundit nuk mund të ketë një armë bërthamore. Trump konfirmoi gjithashtu se do të takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Fokusi i këtij samiti janë një sër çështjesh të rëndësishme me të cilat po përballet aleanca. Rritja e investimeve në mbrojtje është tema më e rëndësishme, si dhe mbështetja ndaj Ukrainës. Ndërkohë, ministri i jashtëm shqiptar Igli Hasani është pjesë e delegacionit zyrtar të kryesuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s. Ai mori pjesë në takimin e Këshillit NATO-Ukrainë dedikuar diskutimit për situatën në Ukrainë, ku është takuar gjithashtu me sekretarin e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Marco Rubio, me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë, një herësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian, Kaja Kallas, me homolog nga vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendeve kandidate të tjera.